Të afërmit e Fation Mukollarit, bariut nga Pogradeci që mbeti I plagosur gjatë ditës së djeshme nga plumbat pa adresë në fshatin Lazarat, ku zhvillohet një aksion I gjëra antikanabis, bëjnë apel për zbardhjen e kësaj ngjarjeje. Ata shprehen se Fationi, të cilin e shikoni në këtë foto, aktualisht ndodhet në spital në gjendje kritike për jetën, I cili I ka lajmëruar vetë për ngjarjen e rëndë. Sipas tyre, 33 vjeçari I shtyr nga kushtet e vështira ekonomike në të cilat ndodhet familja e tij, punonte prej kohësh si bari në fshatin Lazarat. Vinte për të punuar për bukën e gojës. Vinte, punonte atje bari. Shkonte shpesh në Lazarat? Jo, shkonte atë shpesh, po vinte. Rinte një javë ose një muaj, e vinte në shtëpi. Na telefonuan atje. Ata I telefonuan vllajt. Ai që jam keq, sa, I kishte thënë. Se po vdesi, kishte thënë ky. E nuk tha më pasaj. Në kembët edhe në barku, thonë. Ata doktora, po nuk dim që s'kemi vajtu, nesër do vem. Aktualisht Fation Mukollari ndodhet I shtruar në spitalin e traumës në kryeqytet.